Që mafia shqiptare dhe politika ka fillu me prostitucion, po vazhdo me droge, po përfundon në beton. Pas muj me kuptu të ndër një bërimor për vajtë automobilave. Mirë po rritja buxhetit, vetë ne kemi tash pakon që përshfrytëzojmë kryeministin me ndo për shkak të inflacionit, këtë në rregull. Çdo arritje mua më gëzon që bëhet këtë vend. Mirë po, nëse më lejohet vish pak më gjatë me sharuni diçka. Përderisa ne kemi të ndër një bërimor, atë shumë, edhe përderi sot, nëse i referohem një studimi këtë gjatë mirë të një autorit madh, si që është Roberto Saviano që ka thonë që mafia shqiptare dhe politika ka fillu me prostitucion, po vazhdo me droge, po përfundon në beton, tregon qartë se përderisa nuk nalën të ndërët një burimor, që gjithë këto institucione në Kosovë e kanë normë 10% me nalë, e qaj 10%, nëse është 1 miliard, po të lutna me mirësi, për kërkojvish me sharu për opinionin. U sharu, përqindja është shumë e qartë, argumente si është 1 miliard, 100 milion është pare të ndërmarijës. Regullat e zgjedhjeve. Artan? Të ndërët një burimor. Pra për thëmë, çdo veprim që bëhet jashta kornizës ligjore, jashta procedurave të përcaktuara me ligj, është një veprim që duhet mund ndjek kushdo qoftë aty. Mirë po, edhe kjo çështja të nderit një burimor është e rregulluar. Edhe mos të harrojmë një gjë, në shumë diskutime që i kemi ne me kolegët, edhe deputet, edhe ministra, edhe ish-ministra, pa marrë parasysh se cilit subjekt politik i takojnë, kanë vërejtje jashtëzakonisht madhe për procedurën e prokurimit aktuale që është në Kosovë. Procedurat e prokurimit, ligji për prokurim, jo çdo herë po e sjell më të mirën. Këtë e shohim edhe në komuna, këtë e shohim në institucione qendrore, këtë e shohim edhe në policinë e Kosovës. Fakti se ti hap një tender po supozoj për çmizme, do të thotë që ato kanë me tarqizet më të mira, po përkundrazi edhe cilësia është marrë. Absolutisht pajtohem që kemi problem me ligjin e prokurimit dhe me implementimin e ligjit të prokurimit nga mekanizmat të cilat janë të involvuar, po kjo nuk do të thotë që ne do të bëjnë krim apo vepra penale duke negociuar të ndër një burimor me qindra e miliona të Kosovës. E kuptoj ndoshta nevojën e nënshkrimit të një tenderi një burimor me kek, për shkak se ekziston dikush tjetër. Po s'muj me kuptu të ndër një burimor për vajtë automobilave, s'muj me kuptu të ndër një burimor për barit të stadiumit të futbollit, nuk muj me kuptu të ndër një burimor për pjesë të veturave e kështu me radhë. Pra, i ka defektet ligji i prokurimit, OSHP-ja është katastrofale për shkak se vonohen shumë, mirë po kjo nuk do të thotë prapë që ne duhet të futemi në krim. Artan? Absolutisht futja në krim është e papranueshme dhe kushdo që e bën një veprim të tillë duhet të dhënë llogari para ligjit, pra po them pavarësisht se cilën llog apo subjekt politik, ne jemi për me mbrojtë standardet, ne jemi për me kriju standardet dhe jemi për mbajtje asaj. Mirë po ta kemi parasysh në rastet kur kemi të bëjmë me emergjenca, ashtu siç e kemi akuzuar ndonjëherë, në kushtet kur ishte kriza energjetike, në kushtet kur Kosova patë ngulfatje për rezultat për shkak të pasojave ngjarjeve që kanë ndodhur në nivel global, ne jemi një ekonomi që varet prej importit dhe se jemi rrezikuar ndonjëherë me stabilitet, është dashur të bëjnë edhe veprime të tilla të cilat janë konform ligjeve në Kosovë.